Kupa e Botës 2026 nis sonte dhe me të fillon festa e madhe e futbollit. Për 39 ditë, 48 kombëtare do të garojnë për trofeun më të lakmuar në sport, në një botror që do të sjellë më shumë ekipe e më shumë ndeshje dhe që premton më shumë spektakull se kur më parë. Kupa e Botës që do të zhvillohet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Meksik dhe Kanada, shënon herën e parë që 3 vende e organizojnë së bashku kampionatin që mbahet çdo 4 vjet. Ky do të jetë botrori më i madh deri më tani sa i përket numrit të pjesëmarrësve. Ndeshja hapëse e garës do të zhvillohet mes Meksikës dhe Afrikës së Jugut në Mexico City, të njëjtën, pra sonte në orën 21, sipas kohës lokale në Kosovë. Finalja do të luhet me 19 korrekt në New Jersey të SBA-s. Tifozët në Kosovë dhe në Evropë në përgjithësi duhet përgatiten për net të gjata ose për të zgjuar shumë herët në mëngjes, të paktën gjatë 2 javëve të para të turneut. Ndeshjet e Kupës së Botës fillojnë qysh pas mesnate për tifozët në Evropë, më saktë nga ora 1 e mëngjesit e tutje. Ka gjithashtu ndeshje që nisin në orën 4 të mëngjesit sipas kohës lokale në Kosovë, por edhe në orët e përshtatshme si 18 dhe 21.